e kanë nxitë shumë edhe Rozana. Mos më ndihmu në atë moment, është turpshme. Po kemi kënduar me një diskotek bashkë mbi 3 vite. Unë për e të parë do thotë sepse për e të parë kur ka ndodhur ajo që është me zarf të zi Jozefin Marku, do të thonë e kam përkrahur sepse duke pasur parasysh që ne kemi punuar së bashku një 3 vite në një diskotek, kemi performuar së bashku. Edhe kur ka pasur nevojë domethënë për ndihmën e doni të varfër në Kosovë, Maqedoni, Shqipëria ka qenë i pari i cili ka ndihmuar dhe ka hasur, domethënë do të thotë gjithmonë ka qenë i pari, do të thotë kjo. Edhe sigurisht që nuk i ka gjitha të këqija, po i ka edhe disa të mira sepse i pa i kufizum edhe më i mirë është Zoti, ne gjithë gabojmë. Por duke pasur parasysh ai domethënë me këtë gjë që ka bëu tani, unë nuk e përkraj edhe e dënoj këtë akt që ka ndodhur kur te ne komuniteti e artistave, domethënë nuk ka ndodhur kjo gjë dhe shqiptaria nuk e përfaqëson as gjesti as Jozefin Marku. Shqiptaria e përfaqëson Ismail Qemali, Adem Jashari,